para prakisht të të dashur e ndjekat edhe shpicën e WhatsApp-in, po e paralemruam qysh në fillim është faktikisht është njëri nga ata të cilët na bën shumë krenar, djetë të gjithë neve të cilët jetojmë në Maqedoni, pasi që për radhë të parë kualifikuan në Euro 2017 në Poloni. Bëhet fjalë për ekipin, faktikisht për reprezentacionin e Maqedonisë në moshën 21 vjeçare. Dhe me neve në studio është Vesil Demiri dhe mirë se erdha dhe faleminderit që gjete kohë me qenë neve. Faleminderit që shumë mirë si gjeta, faleminderit për kujtesën. Edhe për pas angazhimit tët, faktikisht dje keni festu, sot me sigurit kanë ftu shumë. Edhe me ta hurme me sanet, të gjete kohë me ardhë të neve dhe faleminderit. S'ka problem, me pa ishim do me thonë të nditën e ftesa kryetari shtetit, kryeministri shtetit dhe tani më erdhë në fund pjesa e mediume. Okej, për të drejtën një moment historik. Një moment i cili është pritur shumë, është punuar shumë për të njëjtin, është dënë shumë mund, shumë stërvitje etj. Dhe përpallë nuk është që keni pasur ndonjë ekip që mund t'i thua që ta lësh, ta marrësh shkele shko, prap se prap, ka peshën e vetë. Si mund të përshkruash ti mbrëmjen e mbrëmshme, ndeshjen e mbrëmshme, atë momentin e kyç të dhënies së golit të dytë? Do me thonë, ne kemi filluar, do me thonë, 2 vjetë në vitin 2014, të gjithë së bashku, do me thonë, në fund ishte ndeshja e mbrëmshme, ndeshja, do me thonë, që arritëm në kulm, do me thonë, që ose të arrim në ata që e kemi para parë, do me thonë, ose mos të arrim. Dje ishte ndeshja, mund të thëmë më e veçantë deri më tani në karrierën time, pasi që vendos a do të jemi pjesë e kampionatit evropian apo jo. Kaloj të gjithë në një mënyrë pozitive, dhe me thonë për ne, u kualifikuam në kampionat evropian dhe mund të them që ende nuk mu besohet që jemi pjesë e kampionatit evropian. E bukur kjo ndeshja e djeshme mbaroi me 2-0. Regji, a ka mundësi videon e parë ta lëshojmë? Tash edhe këto do t'i shojmë, edhe faktikisht kjo është festimi. Festimi pas ndeshjes në salën e pres konferencë. Dhe ja këtu dalin të gjithë. E kjo video t'je bëri bujnë rjetët sociale, që është gjithandej, gjithë të postuar. Po ishtë me thonë, ndjenjat pas ndeshjes më njerë, të gjithë... Në shok ishët. Në shok ishët. A i keni ditë rezultatin e Islandës me Ukrajinën? Po, gjatë ndeshjes, do me thonë, ndjeshim mbrojërimat të publikit, po ne nuk ishim ndjenjë se sa ishte rezultati. Vetëm kur ndjeshim mbrojërimat të publikit, do me thonë, ne dishim që Ukrajina ka shënuar go, po nuk e dishim se 1-2 është rezultati, 1-1, ashtu nuk dishim ashtu informacion. Dhe në rast, po du të ashte para se medalën të lejoja e djepshme me Juve. Në qofë se Islanda kishte fitu, a ishte kualifiku jo? Po në qofë se Islanda kishte fituar djetë me thonë, ne nuk do ishim pjesë e kampionatit evropian. Ne do të falenderojmë edhe Ukrajinën që luajti në një mënyrë për ne. E po pse jo mos me qenë pjesë kur Franca është e dyta me 20 pikë? Po vendi i ditë nuk kualifikohet, vetëm vendi i parë kualifikohet. Kualifikohen vendet e dita 4 më të mirët prej të gjithë grupave. Do me thënë, nuk keni pas shansa? Nuk kemi pas shansë që në përmjet vendit të dytë të kualifikoheni. Oke, shkeme video në 2-3 gjithë të lutëm? Janë gola. Lojës djeshme. Filluat me shumë fuqi, filluat me shumë eufori, dhe qysh në minutat e para ishte faktikisht minuta e 18 minuta e 22. Për 4 minuta 2 gola. Po ishte me thonë ndeshje euforike, të gjithë e kemi pritur me entuziazm të madh, dhe tregoj prej fillimit të ndeshjes se treguam atëne. Dhe ja arritëm në minutat 18, në minutën 22, besoj goli i dytë, pastaj kishim edhe penalti në pjesën e parë, të cilën nuk arritëm të realizojmë. E Huqi. Dhe më thënë golat janë të shënuat në minutën e 18 nga Markos, këtë 22 nga Enis Barde. Po. Pjesa dytë. Pjesën e parë ishte një lojë mrekullueshme nga të gjithë kjo. Pjesa dytë ishte shumë presion, dhe dukeshte që ekipi Skocisë ishin disi të humbur në terren. Dhe ja ku është edhe goli i dytë. Po pjesën e dytë, më thonë, pasi që kishim avantazh, nuk ishte edhe aq e sigurt, por që siguron, më thonë, të jesh më i qetë. Në pjesën e ditë ishim edhe më të tërhequr paksa. Arritëm edhe që mos pranojmë gol dhe çdo gjë shkoi mirë, domethënë, gjatë gjithë ndeshjes. Cili është qesi kryesor për rezultatin e juaj si ekip? Qesi kryesor, kam thënë në për të gjithë intervistat, domethënë që jemi një, domethënë, pavarësisht etnicitetit, domethënë, shqiptar, maqedon apo turk, jemi një të gjithë. Shihet edhe në gëzimin këtu. Shqiptar, maqedon të gjithë, domethënë trajner, lojtar, jemi të gjithë një. Kjo është Chelsea, mendoj.
Bukur shumë, bukur shumë. Futbol? Goli i dytë ishte shumë i bukur. Goli i dytë ishte shumë i bukur. Dhe i pari, mirë po i dyti nuk e di ndoshta nga largësia, ose saktësia që është qenë porta jo e lirë, mirë po fati ndoshta. Ndoshta të gjitha mbledhen në një vend. Loja faktikisht Islandën keni pas favoritin kryesor, edhe pse gjithë mendojnë që Francën e keni favoritin kryesor, me Francën keni bërë shumë lojë të mirë. Po me Francën kemi pas dy ndeshje, domethënë të mira, një në shkup pas një avantazhi, domethënë kishim avantazh 2-0 dhe në fund pranuam dy gola, mund ta them të shpejt. Dhe përfundoi me atë rezultat 2-2, njëjtë edhe në Francë, domethënë kishim avantazh së pari 1-0, përsëri barazuan francezët por me një autogol toni, domethënë. Me Islandën 0-0 dhe lojën e dytë s'po me gjithë. Me Islandën ndeshjen e parë kualifikuese kemi humbur domethënë në Islandë me rezultat 3-0. 3-0. 3-0 dhe ajo ishte humbja e fundit domethënë. Po, se këto thuhet, Maqedonia 10 loja, 6 fitore, 3 barazime, 1 humbje, 21 pikë, 13 gola të shënuar, 7. Ishte ndeshja e parë kundër Islandës. Domethënë, je keni startuar me humbje, dhe gjitha tjerat i keni barazime dhe fitore. Po. Cila ka qenë ndeshja më e vështirë, të cilët do të kishe mund ta veçosh? Flas për ty personalisht. Ndeshja më e vështirë mund të them me Islandën, jo në Islandë, por këtu në Shkup, pasi që na duheshin 3 pikët dhe nuk i arritëm. Ato mund ta cilësoj si ndeshje më të vështirë, por fundi është pozitiv për të gjithë, domethënë. Definitivisht. Tash a dihen grupet në shorti i grupeve mendoj se është me 1 dhjetor, domethënë. 1 dhjetor. Po, a kampionati do të starton me 16 qershor 2017. Poloni. Si po e pritni? Hera e parë jo imja për e Maqedonisë, domethënë si shtet që ndodhet. Dhe natyrisht të gjithë e presim, të gjithë shtete pret domethënë këtë me entuziazëm të madh, ashtu si dhe unë. Është shumë e bukur Mirjeta. A mendoj që do të ndikoj në pjesën e heqjes së problemeve ndoshta ndëretnike kjo pjesa sportive, duke pas parasysh që do të jetë një reprezentacion i Maqedonisë ku ne si shqiptar pala tjetër do të jemi bashkë ndoshta duke bërë tifo për tanët. Ne ishin domethënë jetë dëshmitar në stadion, pasi që edhe golat rastësisht më të them që është shënuar nga një shqiptar dhe nga një maqedon. Por festimi ishte njëjtë, edhe dhe goli shqiptarit dhe goli maqedonisë domethënë. Por qësi i sukses mendoj se edhe pse jemi këtu është edhe pse nuk ka dallim mes nesh domethënë. Edhe publiku na ka përkrahur parasysh që jemi shqiptar apo maqedon. Besoj se nuk mund ta largojmë, sporti mund t'i largon të gjitha. Sa kohë jeni përgatitur për këtë ndeshje, për këtë periudhë të ndeshjeve? Po, ne kemi filluar domethënë tash në vitin 2014, i njëjti domethënë, i njëjti trajner domethënë, me të njëjtat mendime me gjithë këta lojtarë domethënë, lojtar kryesor që ishin të njëjtit. Ka 2 vite domethënë që është ky pjesë. Është tempoja e njëjtë, intensiteti i njëjtë ose faz? Gjithmonë rritet domethënë intensiteti, pasi që është rritet edhe si ta them presioni, koha afrohet. Koha afrohet, ushtrimet shumohen. Fundi gjithmonë është me më shumë presion, pasi që pritet rezultatet. E bukur shumë. Po ndesha të dalë Mirjeta pasi që është gjëja e bukur. Për shumicën e shteteve në botë, ndoshta këto kampionatet europiane apo botërore nuk janë shumë domethënëse, pasi që në kampionatet europiane do të jenë menaxhera nga gjithë bota. Edhe është shpresë, por pas që është pozitive për reprezentacionin e Maqedonisë, është shpresë pozitive për të gjithë jo futbollistët të cilët luanin në Maqedoni, pse jo mos të kenë një ardhmëri në ekipet më të mëdha botërore. Po kjo është për të gjithë e mirë domethënë, edhe për ne si lojtarë dhe për si federatë e futbollit, pasi që hera e parë edhe si shtet që kualifikohet me një eventiment ka të madh domethënë. Për të gjithë është mirë ta ndjejmë edhe ne ndonjëherë ta ndjejmë kampionatin evropian në fazat finale të një grupeve. Sipas grupeve besoj që luajnë më të lehtë keni pas me Irlandën Veriore. Po, Irlanda domethënë ishte një ndër ekipet më të dobta domethënë në grup, por ndeshjet që kemi luajtur me ta kanë qenë, mund të them edhe një ndër më të vështirat, pasi që aty përbohet po të thonë psiqika e lojtarëve, domethënë luan me ekip të dobët dhe i fitojmë. Por ashtu edhe atëherë sa dele kundër ta. Sa dele kundër ta. Maqedoni Francë, domethënë kemi me shku me lojën Island. Po, Island Maqedoni 3-0. Maqedoni Ukrainë 1-0. Kjo ishte edhe kjo një ndeshje e vështirë, pasi që në minutën e fundit shënuam një gol. Dhe kjo ishte
Po, a regjia mundet videon e tretë me lëshu të lutem? Videon e tretë. Kjo është loja me Francën, 2-2, në? Shkup. Po. Dhe ja goli parë. Goli i parë kështë. Pjesën e parë ju dominuat, pjesën e dytë, minutat e fundit 2-2. Pjesën e parë, do më thonë, dominuam 2-0. Pjesën e dytë, sa po filloj, Franca kishte edhe me një lojtar më pak në veti, por përsëri nuk e di çka ndodhi, na kthej ajo, sikur se e fituam ndeshjen, por nuk doli ashtu. Cilat ishin reagimet e trajnerit pas përfundimit të ndeshjes? Po ne luajtëm me një kundërshtar si Franca, domethënë, nuk është një kundërshtar i lehtë. Të gjithë ishin të kënaqur edhe pse mbet rezultati 2-2. Ishte interesante pasi që këta futbollistët e Francës me përfundimin e ndeshjes e kishin atë natë të lirë, më duket. Dhe ishin duke shëtitur nëpër rrugët e qytetit, Mirjeta. Dhe kam një shak, edhe ai thot hajde të fotografojmë prej tash thot me futbollistët e Francës, se thot për 5 vjet falen në cilat ekipe botërore janë. Ata vetë se më janë në pjesë e ekipeve botërore. Është e bukur, është e bukur. Dhe kjo është faktikisht momenti 2-0. Po, kjo është goli i dytë, domethënë. Në cilin fushë është lyp kjo? Kjo të fushat e stadionit e Federatës, Petar Miloševski. Cila minuta është të 64? Goli i parë, domethënë, këtu. Francës. Aksion i bukur? Sikur, kur je dominus në pjesën e parë, qofte edhe me gola, me rezultate, me loj, sikur lëshon pe pastaj. Ndoshta ke atë sigurin e panevojshme që e ke terenin e sigurt, dhe befas ajo na ndodhi me Francën, domethënë, por nuk na ndodhi me Skocinë, por fakt të meritoj. Kështu që mirë. Jeni mësuar gradualisht edhe në këtë pjesë të ndeshjeve. Fiton edhe eksperiencë pas e cilës. Më thuaj njerë sa ndryshojnë terenet dhe sa vështirë është që të luash në terene jo shumë të përgatitura si këtu te ne dhe atje në vendet evropiane. Po terenet do më thonë... E vështirësojnë lojen? E vështirësojnë normal, po edhe do më thonë e bëjnë më kualitative lojen, që s'mund ta tregosh ti lojen e mirë nëpër në terenat që janë në Maqedoni këtu. Por atë edhe është dallimi këtu në këto terenat e mira. Po kushtet federata që u mëson juve? Po kushtet i kemi kushtet, më thonë, ata mundohen që t'jemi sa më mirë në të ndjemi, dhe nuk na mungon asgjë këtu në Federatën Maqedonisë. Me që tani jeni kualifikuar në Euro 2017 në Poloni, kur do të filloni me trajnimet? Kur do të filloni të bashkojni prapë? Po të gjithë ne jemi të angazhuar me ekipe, do me thonë, nuk e din, do ketë ndeshje miqësore, shpresoj që në fillim të qershorit ne të mbledhemi, do me thonë, të fillojmë me përgatitje. Por ende nuk është sigur, do me thonë, se kur të fillojmë si do fillojmë. A jeti i sigurt ose ende do të caktojnë emrat e cilët do t'jenë pjesë e ndeshjeve vitin e ardhshëm? E ka fjalën nga reprezentacioni i Maqedonisë. Do me thonë, 10 reprezentacione janë të sigurta, do me thonë, pritet edhe në barataj, janë Spanja më duket, Serbia, Austria dhe Danimarka më duket, si jam i sigurt, dhe ata pritet që të formojnë 12 ekipe. Ju jeni të që e dheqe? Ne jemi të dheqe, sigur ne jemi. Tregom kështë, sa nga lojtarët e reprezentacionit U21 janë në për shtetet tjera luaj, në për ekipet mëdhaja? Po më të them kemi 4 lojtarë që janë në më thonë jashtë shtetit Maqedonisë, të tjera të gjithë jemi këtu në Maqedoni që luaj. Po. A me gjithë? Jo, mirë. Shumë pëlqej pyetjet e Mirjetës. Ndërsa pjesa e sportit më tepër më pëlqen ta dëgjoj dhe tek këtu kur më kujtoj diçka, okay, mund të pyes për këtë. Po. Pas ndeshjes Maqedoni-Ukrainë shkoni në Irlandën Verior dhe fitoni 1-2. Pastaj vjen ndeshja Maqedoni-Francë 2-2, Maqedoni-Island 0-0, Francë-Maqedoni 1-1, Ukrainë-Maqedoni 0-2. A Ukraina e fitoi Islandën 2-4. Po, më thonë, me sa duket prej Ukrainës këndej të gjithë ndeshjet i kemi marrë me fitore, dhe më thonë. Dhe ati ka filluar që shpresat tona të rinjallin që mund të arrim në kampionatë evropian, por ndodhi që edhe Ukraina fitoi Islandën dhe jemi pjesë e kampionatit evropian. Ama Ukraina në asnjë farë mënyrë s'ka mujtë me shku. Jo, Ukraina s'ka pas. Ka luajtur, mund të them që ka luajtur vetëm për ne. A më thuj tani, për një ekip gjatë një ndeshjeje, është më mirë tjetë barazim, është më mirë tjetë 0-0, është më mirë të fitoj. Kjo e treta. Okej, e lep të tretën. Të gjithë hinë për fitore. E lep të tretën. Seriozisht, me barazimin dhe me pjesën e 0-0, 1-0, 1-2, 2-1, etjere. Si është rolin e pikëve
të një ekipi ose të një reprezentacioni. Po dhe me thonë të gjithë... Cila është nështë pozita më e... Në grupe sa barabarta të gjitha. Si në teren të huj, si në teren tënde, pikët janë të njëjta. Barazim do me thonë të sjell një pikë, si teren vendas, si teren... Mirë po në gjysmë finale, në 16 më të mirët, e di që goli në teren të huaj është në më shumë vlerë. Po, ajo ku ka dy ndeshje, do me thonë, luan dy ndeshje... Në shtëpi dhe një ndeshje jashtë, golin si ta jep që jashtë, ka më shumë vlerë ka më shumë vlerë. Dhe apritni që t'i kaloni edhe grupet në... Po njerë të shojmë grupet, po pastaj. A ka ekipat forta? Të gjithë s'ka Kusht është konkurenti më i fort për U21 botë? Mund të them Gjermania, Spanja edhe pse është në balotazh, ka një ekip shumë të mirë. Gjitha janë favorite. Italia? Edhe Italia është në balotazh. Italia të... Spanja është vendi dytë. Spanja, Italia, vetë Gjermania që pas është edhe Macedonia. Sa e bukur kjo pjesa. E po për diku do t'jemi pra. E po diku do t'jemi. Kam punu djemat, kështu që nuk është falas kjo. Po duhet të ashtë një pytje me ta vetë jashtë stajta. Macedoni, Itali lujen, e po e? Po, ishim në stadion. Edhe? Si kime komentu? Macedonia kishte disa minuta dhe me thonë shumë pozitive. Shënoj dy gola, kishte mundësi edhe për të tretin, por eksperienca Italisë e bëri që ta kthej dhe me thonë deshtë. Ishte interesante pasi në rrjetet sociale ishin shumë reagime të portierit të Italis Buffonit, të cilë gjatë gjithë lojës të tërhiqen prapa. Po dhe me thonë, pas asaj euforie, s'ke tjetër rrugdalje për të tërhiqesh prapa. Ama dy golat e fundit, mendon që ishin golat bukur nga Italia, po ishin gabime nga Macedonia? Mund të them që edhe golat, dhe me thonë, me aksione, por edhe gabime të disa mbrojtëse të cilet me vonesë, do me thonë, i bëjshin të tyrat e tyre. Ishte 0-1 për Italin, 1-1, 2-1 për Macedonin, duke fitu Macedonia minutën e 70 ishte? Po. Minutën e 70 për 20 minuta 3 po Italia, vetë. Ajo është futbol. Momenti bukur ishte Ferran Hasanit ato. Po, te për goli bukur. Ma edhe atë me momenti me këngët, po, këmbët. Te për... Ata e ka specialitet. Sa ju për krahin? Sa keni marrë për krahje nga ekipi i pari Macedonisë? Po të gjithë, pas rezultatit, dhe me thonë, të gjithë, dhe me thonë, janë të gëzuar edhe ata, dhe me thonë, për rezultatin që kemi arritën në. Kjo është një moment historik. Ndërsa kush ishte ai që uroi i pari? Trajnerët, të gjithë lojtarët ndërmjet vetë, dhe me thonë. Okej. Dhe, dal nga dal, mbaroj edhe biseda jo. Po? Po. Minutat kaq për na premtojnë. Ishte shumë biseda këndshme, seriozisht dhe me të vërtetë edhe njëherë faleminderit që po na bëni krenar gjithandej. Faleminderit edhe juve që ta tregojmë edhe ne anën sportive që në sport. Praktikisht në basketboll dhe në handball jemi të mirë. Mirë po në futboll asnjëherë s'e kemi dëshmu vetën. Hera e parë, historia kjo është. Ja. Definitivisht. Historia është kjo. Ne dëshiroj shumë suksese të gjithë juve, të gjithë bashkëlojtarëve të cilët për momentin nuk kanë mundur të vinë këto pasi që janë në prodhimet e tyre. Dhe shumë sukses edhe pse jo mos të kualifikojnë ende më lart dhe grupet e kaluar atje dhe gjitha. Presim që të vim këtu edhe për suksese më të tjera më të... Definitivist. Faleminderit që më vëzirë dhe faleminderit që s'na the jo. Çdo herë do jem, do mundohem që të jem. Sukseset e tjera dhe u pafshim në sukseset e tjera, si shteti. Faleminderit dhe juve që keni qenë pjesë e Pastel deri më tani. Na erdhi si qershim vitorët Besiri, mirë po, kjo është koha kur e ke të ngjeshur dhe njëkohësisht kur do të jesh korrekt dhe je respektu si principeve të tua, e mban fjalët dhe vjen qoftë dhe në pjesën e fundit dhe në pjesën e fundit ishte me ne Besir të miri, kështu që ndam së bashku këtë eksperiencë natës së mbrëmshme, këtë sukses të radhës të reprezentacionit Maqedonisë dhe për të drejtë një sukses historik dhe pjesë e të njëjtit kanë qenë edhe djemat shqiptar dhe njëri prej tyre dhe shënoi golin ndoshta vulën për të kaluar më tej. Kështu që do të qemi në nesër sërish me të reja të tjera. Jo, vetëm pas pak kena që dashti. Pret pak. Shka po gutesh? Vetëm pas pak.